Kriza politike në Kosovë po thellohet ndërsa vendi rrezikon të mbetet pa buxhet në fillim të vitit të ardhshëm. Në këtë situatë, presidenti Vjosa Osmani pritet të ndërmarrë një nismë për bashkimin e partive politike rreth një kompromisi që do të garantojë miratimin e buxhetit të ri dhe vazhdimsinë e funksionit të institucioneve. Këshilltari i saj për media, Bekim Kupina, deklaroi për Radion Europa e Lirë se presidentja do të theksojë rëndësinë e miratimit të buxhetit dhe të planit të rritjes së BE-s si ky dokument strategjik për zhvillimin ekonomik dhe integrimin evropian të vendit. Sipas tij, Osmani do të bëjë thirrje partive që të gjejnë gjuhën e përbashkët për të shmangur çdo blokadë që mund të dëmtojnë interesin publik dhe mirëqenien e qytetarëve. Në të njëjtën linjë, shoqëria civile ka kërkuar që presidentja të ruajë rol unifikues dhe të ndërmjetësojë dialogun politik, duke paralajmëruar se mungesa e një buxheti të miratuar në kohë do të paralizonte administratën dhe do të ndikонte në projektet zhvillimore të Kosovës. Alarmi për situatën erdhi pas dështimit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili nuk arriti të sigurojë votat e nevojshme në kuvent për formimin e qeverisë së re. Ndërsa vendi arriti me vështirësi konstituimin e legjislaturës së re, dështimi i votimit për kabinetin e tretë të Kurtit ka rihapur skenarin e një krize të zgjatur institucionale. Në kushte aktuale, ekspertët paralajmërojnë se Kosova rrezikon të hyjë në vitin 2026 për një buxhet të miratuar, çka do të sillet pasoja për pagat, investimet publike dhe menaxhimin e fondeve ndërkombëtare. Presidenti Osmani pritet të therrasë shumë shpejt partitë politike për konsultime urgjente me qëllim që të gjendet një zgjidhje që garanton stabilitetin politik dhe financiar të vitit.